Klinika private Euromed është dënuar për shkelje të rënda ligjore. Inspektoriati shëndetësor ka gjetur parregullsi serioze brenda këtij institucioni shëndetësor. Sipas gjetjeve, klinika nuk kishte kuadrin e nevojshëm profesional për të lëshuar rezultate mbi gjendjen fizike të pacientëve, edhe pse këta të fundit paguanin për shërbime mjekësore dhe analiza laboratorike. Sipas vendimit që ka siguruar insajderi, Inspektoriati Shëndetësor i ka shqiptuar klinikës një gjop prej 1.000 eurosh, pasi është konstatuar se ajo ushtrante veprimtari pa i përmbushur kushtet ligjore sa i përket hapësirës, kuadrit profesional dhe pajisjeve medicinale. Gjithçka ka nisur pas një ankese ku thuhet se në laboratorin e Lart Jakupit rezultatet biokimike lëshoshin vetëm nga tekniku pa praninë e specialistit të biokimisë klinike. Gjatë inspektimit të realizuar në qershor të vitit 2025, inspektorët kanë vërtetuar se rezultatet e laboratorit lëshoshin vetëm me faksimilen e laborantit, pa vulën dhe nënshkrimin e biokimistit. Po ashtu janë gjetur rezultatet e analizave mikrobiologjike, ndonse ky shërbim nuk ishte i lajmëruar fare në drejtorinë e licencimit. Dokumenti zbulon edhe një situatë tjetër problematike. Euromed Group dhe Spitali Special Siado ndajnë të njëjtën administratë dhe recepcion. Për më tepër, në sistemin online e Ministrinë e Shëndetësisë është konstatuar se për këtë njësi ishte miratuar largimi i biokimistit, duke e lënë laboratorin pa kuadrin e domosdoshëm profesional për funksionim. Për shkak të shkeljeve të nenave 40 dhe 42 të ligjit për shëndetësi, Inspektoriati Shëndetësor ka vendosur masën e ndërprerjes së përkohshme të veprimtarisë deri në sanimin e plotë të gjendjes.